Mirëmëngjesi të nderuar teleshikues, ja ku takuam sërish në emisionin e përditshëm What Happened Today, ku do t'jemi së bashku çdo ditë në orën 07:30. Data sot shënon 3 tetor dhe kemi përgatitur disa informacione me ngjarjet më të rëndësishme të ditës, të cilat ju ftoj që t'i ndiqni. Tetor. Ngjarje. 1789, George Washington proklamon ditën e parë Thanksgiving. 1873, Kapten Jack dhe shoqëruesit për pjesëmarrjen e tyre në luftën në Madog. 1908, u themelua gazeta Pravda nga Leon Trotsky, Adolf Joffre, Matvej Skobeliev dhe rusë të tjerë në azil në Vjenë. 1918, Mbreti Boris III i Bullgarisë e merr fronin. 1929, Mbretëria e Serbrëve, Kroatëve dhe Slovenëve u riemëruar në Mbretëria e Jugosllavisë, toka e slavëve të jugut. 1932, Iraku pavarësohet nga Britania. Lindje. 1889, lindi Karl von Ossienski, pacifist gjerman dhe nobelist për paqe 1936. 1895, lindi Sergej Jesenin, shkrimtar rus. 1897, lindi Louis Aragon, letrar francez. 1938, lindi Teresa Kesovia, këngëtare kroate. 1950, lindi John Patrick Shanley, dramaturg amerikan. 1969, lindi Gwen Stefani, këngëtare amerikane. Vdekje. 1826, vdiq Jens Immanuel Begassen, letrar danez. 1929, vdiq Gustav Stresemann, politikan gjerman. 1987, vdiq Jean Anouilh, letrar francez. 1988, vdiq Franz Josef Strauss, politikan gjerman. 1949, vdiq Mithat Frashëri, atletar shqiptar. Ndërkohë kemi përgatitur për ju biografinë e Mithat Frashërit, i cili ishte një politikan i shquar shqiptar. Për më tepër ju ftoj të ndiqni materialin e përgatitur. Mithat Bej Frashëri, emri të cilit radhitet edhe Mithat, i njohur me emrin e pendës Lumo Skëndo. Lindi në Janin 25 mars 1880, vdiq më 3 tetor 1949. Ka qenë diplomat, shkriptar dhe politikan shqiptar. Në rininë e tij ka qenë në punën si perandorisë osmane, veprimtar i rilindjes kombëtare dhe pjesëmarrës dhe kryetari i Kongresit të Manastirit. Pas shpalljes së pavarësisë së Shqipërisë, që ministër, diplomat i shtetit shqiptar, kryetari i ballit kombëtar dhe Komitetit Shqipëria e Lirë. Në botën e letrave ka kontributin e tij si publicist, shkrimtar, përkthyes dhe albanolog. Mes të tjerësh ka qenë ndër etrit e nacionalizmit shqiptar dhe bashkëpunëtor me praninë ushtarake gjermane gjatë luftës së dytë botërore. Nisi të merrej me krimtari letrare që prej vitit 1897 dhe filloi të botonte kalendarin kombjar, të cilin e botoi pa ndërprerje deri në vitin 1928. Në shkrimet publicistike ai përdori pseudonimet Lumo Skëndo dhe Mali Kokojka, ndërsa në botimet e ndryshme përdori pseudonimin Ismail Malosmani. Më 1901 ka shkruar jetëshkrimin për Naim Frashërin, për mbledhjen Haje dhe Shpuz, studimin mbi shqiptarët dhe të ardhmen e tyre të pagëzuar si pritmi i Shqipërisë, ose sociopolitike dhe etnike plagët tona, 1924. Mithat Frashëri ka botuar edhe disa vepra në frëngjisht. Ka përkthyer në shqip veprat Bëje të mirën pa hidhur në det e Franz Hofmannit, 1900, Robinson Crusoe e Defoe, Shkurtabik i Verdh, Miu i Vockël, Sorkave e Bardh në Marie Catherine Daulon dhe Psikologjia e edukatës e Gustave Le Bon. Mbas çlirimit të Shqipërisë, u vendos sekuestro mbi pasurinë e Mithat Bej Frashërit.
Një nga objektet e sekuestruara ishte dhe biblioteka personale Mithat Bey Frasherit. Sot rreth 40.000 vëllime të kësaj biblioteke ruhen dhe janë pjesë e Bibliotekës Kombëtare të Shqipërisë. Për këtë arsye, Ministri i Turizmit, i Kulturës, Rinisë dhe Sporteve i Republikës së Shqipërisë dhe Biblioteka Kombëtare e Shqipërisë vendosën që çmimi për bibliofilinë të emërtohet Bibliofili Lumos Këndo. Ky çmim do të ndahet çdo vit në ditën botërore të librit nga Ministria e Turizmit, Kulturës, Rinisë dhe Sporteve dhe Biblioteka Kombëtare e Shqipërisë. Për herë të parë, ky çmim u dha më 23 prill 2006. Tani do të kalojmë në rubrikën Kuriozitete, ku sot do të flasim për ADN. Na e dini se ADN-ja është përgjegjëse për strukturat dhe karakteristikat fizike të çdo gjallëse? ADN-ja, e njohur ndryshe si acidi dezoksiribonukleik, është substanca në cilën mbartet e koduar për shumicën e organizmave informacioni i trashëgimisë, informacioni i cili kalohet në qelizat bija pas çdo ndarje qelizore. Në këtë mënyrë, ADN-ja është përgjegjëse për strukturën dhe karakteristikat fizike dhe biokimike për gati të gjitha qenit e gjalla. Në vitin 1953, James Watson dhe Francis Crick zbuluan strukturën e ADN-s dhe mekanizmin e riprodhimit të tij, por kjo ngjarje është vetëm faza më e bujshme një serie të gjatë zbulimesh, pa të cilat dy shkencëtarët nuk do të kishin mundur kurrë të ndërmerrnin studimet, për të cilat në vitin 1962 fituan çmimin Nobel. Fillimisht molekula e ADN-s u vëzhguar brenda qelizës, por struktura e saj nuk dihej. Në vitin 1944, në përfundim të një sër studimesh mbi ADN-n e disa mikroorganizmave, studiuesit përfundimisht arritën në përfundimin se ADN-ja është molekula që transmeton informacionin gjenetik nga një organizëm në tjetrin. Merita e Watson dhe Crick ishte zbulimi i strukturës së spirales së dyfishtë të ADN-s, dy fije të gjata molekulash nukleotide të mbështjella në një spirale. Megjithatë, u deshën ende vite punë për të interpretuar kodin gjenetik dhe për të kuptuar se si organizmi deshifron informacionin për të sintetizuar të gjitha proteinat e nevojshme nga alternimi i thjeshtë i 4 molekulave bazë. Sot njohuritë tona për strukturën e ADN-s njerëzore janë rritur, por nuk janë ende të plota. Shkencëtarët studiojnë vendodhjen dhe funksionet e njësive individuale të punës së ADN-s, gjeneve përgjegjëse për transmetimin e tipareve trashëgimore. Implikimet e këtyre studimeve nuk janë thjesht teorike, fal biologjisë molekulare për shembull, ka qenë mundur të kuptohet origjina e disa sëmundjeve dhe po zhvillohen strategji të reja për të imposhtur ato. Tani ju ftoj të ndiqni parashikimin e modit në territorin shqiptar për ditën e martë. Territori shqiptar për ditën e martë parashikohet të përshkohet nga një mod i qëndrueshëm dhe me diell. Sipas parashikimeve, temperatura minimale parashikohet të jetë 8 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 28 gradë Celsius. Era do të frymë një shpejtësi mesatare 1 deri në 8 metër për sekond në drejtimin veri-lindor, çka do të bëjë që të krijohen tallgëzime deri në 3 ball, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si vijon. Shkodër 17 deri në 28 gradë Celsius, Kukës 8 deri në 19 gradë, Peshkopi 13 deri në 23 gradë Celsius, Tiranë 18 deri në 28 gradë, Durrës 21 deri në 24 gradë, Kavaj 22 deri në 24 gradë Celsius, Elbasan 18 deri në 28 gradë, Berat 18 deri në 27 gradë, Korç 9 deri në 18 gradë Celsius, Vlorë 21 deri në 25 gradë, Gjirokastër 16 deri në 25 gradë, Sarand 18 deri në 24 gradë Celsius. Tani ju ftoj të ndiqni parashikimin e modit në territorin e Kosovës për ditën e martë. Territori i Kosovës për ditën e martë parashikohet të përshkohet nga një mod i qëndrueshëm dhe me diell. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë 9 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 23 gradë Celsius. Era do të fryjë në drejtimin juglindor me një shpejtësi mesatare 1 deri në 3 metër për sekond, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si vijojnë. Mitrovic 15 deri në 21 gradë Celsius, Podujev 9 deri në 20 gradë, Skënderaj 11 deri në 21 gradë, Pej
16 deri në 21 gradë. Prishtinë, 12 deri në 21 gradë. Gjakov, 13 deri në 23 gradë Celsius. Malishev, 17 deri në 23 gradë. Gjilan, 9 deri në 20 gradë Celsius. Ferizaj, 13 deri në 21 gradë. Kaçanik, 12 deri në 20 gradë. Prizren, 13 deri në 21 gradë Celsius. Të nderuar teleshikues, kjo është gjithçka e përgatitur për emisionin e sotëm. Bashkë do të takohemi sërish nesër në të njëjtën orë. Ndërkohë ju ftoj të ndiqni programacionin në vijim të Drita Televizion, si dhe mos harroni të na ndiqni në rrjetet tona sociale, TikTok, Instagram, Twitter dhe Facebook, si dhe në websajtin ton drita.tv.